Rikthehemi tani në studio, kemi Afrem Selimin në studion e Radio Dugaxhinit. Afrem, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qanë me neve sonte. Faleminderit për ftesën. Gjilan Half Marathon ose gjysmë maratona e Gjilanit për herë të pestë do të organizohet në qytet. Çka realizot thot për qytetin edhe si organizim e një gjysmë maraton e tillë? Po, është vërtet, domethënë këtë vit mbahet edicioni i 5 i gjysmë maratonës Gjilanit, e cila domethënë ka rastis që me ndryshu datat shpesh, ende s'po mundin me bëu kështu një datë të saktë të përveçme. Mirë, po megjithatë po vazhdon edhe këtë vit. Këtë vit do të mbahet në muajin shtator me datën 06 e diele. Edhe po presim që me pas një kohë të mirë, një më të mirë, edhe me pas garues sa më tepër edhe sa më elitar. Ndryshimi i kohës, ai u detyroi shkaku i temperaturave, ka pas një element që lidhet me temperaturat? Apo ka diçka tjetër që nuk... Vitin e kaluam, do të thotë kemi pas organizimin për nder të ditës së çlirimit të qytetit Gjilanit me 15 qershor. Po. Edhe faktikisht nuk është që kemi pas ndonjë problem kështu shumë të theksuar, mirë, po kemi pas që disa garues e kanë shfaqur, domethënë si lloj pakënaqësie për shkak të nxehtit shumë të madh. Edhe vendosëm që këtë vit me provu muajin shtator, sepse më herët e kemi pas në prill, edhe tash edhe shtatori na ka mbet. Besoj shtatori ndoshta mundet me qenë më i përshtatshëm shkaku i kohës. Se nëse ka tëreshra jemi okay, po temperaturat e larta besoj për një pjesë madhe mundet me qenë edhe problematike. Se marrin pjesë mosha të ndryshme. Zakonisht edhe në botë maratonat i përcjellim që kryesisht organizohen në këtë kohë, domethënë në kohën e vjeshtës, shtator, apo edhe më vonë. Faktikisht parën na e kemi marrë në nëntor. Kur kemi fillu edicionin e parë, edhe ka qenë pak ma e vështirë për shkak të ftohtit, mirë, po dal nga dal veç jemi duke arrit aty se ku duhet. Desa të bjen kohë, tamam ku duhet. Desa të vim në vendin e duhur. I pesti do të organizohet sot ke njoftime për hapjen e regjistrimit garuesve, nëse nuk gaboj. Po, është fakt, sot është bo hapja e regjistrimit online, sepse na i kemi dy lloje të regjistrimin online edhe fizik. Regjistrimi online fillon qyshtar, domethënë gati se 2 muaj para mbajtjes së garës, edhe regjistrimi fizik që zakonisht e lojmë 5 ditë e fundit ose një javë para garës. Për sportistë të vendor, për sportistët vendor, për rajoni, Shqipëria, Maqedonia. Sigurisht që po, mirë, po edhe për ndërkombëtar, sepse ata zakonisht ata që vinë me marr pjesë në maraton vinë një ditë ose 2 përpara, kanë qef me vizitu vendin, sepse maratonat kryesisht edhe këtë kuptim e kanë. E kemi të hapur domethënë te teatri i qytetit pikën e regjistrimit, edhe tek teatri kombëtar në Prishtinë, edhe aty bëhet regjistrimi fizik, ku garuesit pajisen me panelat e maratonës, numrat e garues edhe elementet tjera përcjellëse të cilat do të thotë i shpërndajmë. Më bëni përshtypje që sa po është hap regjistrimi, menjëherë keni pas regjistrim garuesve, ka pas interesim për me apliku. Qysh filloj tani regjistrimi, do më mrena 5 minutave kemi pas 5 garues të regjistruar. Momentin që është hap regjistrimi, edhe po shpresojmë që me vazhdu qështu. A janë ndërkombëtar? Ishin 2 ndërkombëtar, po. 3 ishin vendor që u regjistruan. Që më bëni përshtypje kur e përmende edhe një shtet pjesëmarrës si India. Edhe mu bëni përshtypje thash ka për shembull një garues i shtetit Indis ka e merr vesh për maratonën e Gjilanit, gjysmë maratonën e Gjilanit. Po, na faktikisht si aktivitet sportiv, si maraton jemi të antarësuar në një faqe ose më thonë një ku mblidhen një rrjet, në fakt një rrjet i maratonave, ku janë pjesë dikon rreth 80.000 maratona nga mbar bota aty. Wow. Edhe na jemi të antarësuar aty, edhe faktikisht data bëhet publike edhe maratonës tonë aty,
edhe regjistruan nga rusit ndërkombëtar nga mbar bota. Kemi pas edhe vite të kalume nga India, një garus, në moshë 75 vjeçare, ka qenë vitin e kalum. Edhe ka arrit me përfundu, do me thonë, maratonën me shëndet plot. Perfekt, ha? Është e veçantë. Si vjet, qysh ka me qenë konstrukti shtegut, se gjatë diskutimit jashtë e përmende që si vjet do të keni ndryshim në krahasim me vitet e kalume. Për shkak të punimeve në bulevardin e qytetit, që kam fillu vese këto ditë, po shpresojmë që s'kan me arrit deri në pikën e startit, ku e kemi pasur vitet e kalume. Nëse rastisht mundet me ndodha ajo, mundemi me bo një lëvizje pak më poshtë të teatrit, 100 ose 200 metra, ndoshta më poshtë të teatrit i qytetit, edhe nuk paraqet ndonjë ndryshim kështu drastik shumë të madh, nuk prish punë diçka. Po, në herave të kalume, destinacionin e keni pas ka Zhegra, tash e keni në anën e kundërt, apo? Tash e kemi anën e kundërt. Do të thonë, dy edicionet e para i kemi pas në drejtim të Zhegrës, deri në fshatin Zhegër, deri në qendër, për shkak se edhe maratona si organizim e ka pas emërtimin vrapojmë shtigjeve të agimit. Do të thonë, ja kemi kushtu herojt ton kombëtar Agim Ramadani, edhe jemi mundu ashtu me ndërlidh me rrugtimin e tij prej Zhegrës në qytet kur e ka kryer shkollimin e mesëm, edhe në atë formë domethënë kemi shku me atë organizim 2 vitet e parë, ndërsa vitin e tretë me kërkesën e familjes së Agim Ramadani, domethënë startin e kemi bën në Zhegër tek shkolla me të njëjtin emër, edhe deri në qendër edhe kthimi mbrapa në Zhegër, domethënë manifestimi është mbajt në Zhegër, në fshatin e herojt tonë. Si vjet, startoni nga planifikimi është me startu nga teatri, edhe me vazhdu rrugës Dobërqani deri te Planeti, edhe kthimi prapa. Faktikisht rrugës për Kamenicë. Rrugës për Kamenicë, në fakt. Për Kamenicë, po. Deri afër fshatit Dobërqan, domethënë ku gjen ndërsa Planeti, edhe kthimi bëhet mbrapa të njëjtën rrugë deri në hyrje të qytetit, pastaj vazhdojmë në rrugën qarkore që gjendet aty, edhe kthimi prapa tek pika e nisjes apo pika e startit. Sa disiplina përfshihen në maratonën e Gjilanit? Faktikisht i kemi 5 disiplina ose 5 gara. Gara kryesore prej 21 kilometrash, që është gjysmë maraton. Është kjo që e përmende. Është kjo që diskutuam. Mirë po, të njëjtin shteg, domethënë kanë me përshkru edhe këto gara tjera, disiplina tjera. Si ajo e 10 kilometrave, 5 kilometra, 2 kilometra, edhe një kategori që kemi shumë të veçanta, edhe që i kushtojmë rëndësi. Mirë po, faktikisht nuk është që jemi të kënaqur me pjesëmarrjen në atë kategori tek personat me nevoja të veçanta, nuk është që me siguri nuk po janë të mjaftueshëm të njoftuam këta garust, personat me nevoja të veçanta, të cilët garën e tyre e zhvillojnë përmes karrocave sportive që i kanë. Mirë po, nuk është që kanë marrë pjesë edhe shumë të tillë. Besoni se mund të jetë numri i pjesëmarrësve këtë edicion. A presni që me i të i kalu pjesëmarrjet e viteve të kalume? Po shpresoj. E përmende jashtë që ka pas edicionet kalume 500, 600. Faktikisht kemi fillu me 600 edhe 500 që i ka qenë aty ajo mesatarja e këtij organizimi, e kësaj maratone. Vitin e kalum për shkak ndoshta të nxehtit që përmendëm më herët si ashtu, edhe numri ka qenë pak më i ulët, dikon rreth 400. Këtë vetë edhe është si një vit jubilar apo edicioni i 5, po presim edhe po e shohim një lloj interesimi tek atletët edhe vrapusit. Po e shohim një interesim më të madh, po presim që me pas rritje ndoshta për shkak se veç se thash kemi fillu edhe me amor dorën. Organizimi. E kemi kriju një rreth ashtu të këtyre vrapuzve dhe atletëve profesionistë. Cilat shtete janë le të themi më të veçanta që kanë marrë pjesë
në maratonën e Gjilanit, që këshin me qenë interesant me ditë edhe publiku. Interesant ka qenë, domethënë e përmenda edhe më herët, një garuz nga India, vitin e kaluar që ka marrë pjesë, që ndoshta ka bërë shpenzime enorme për me marrë një panel ose edhe një medalje unike të cilat i përgatisim na, që nuk e ka lënë shkumë ndoshta për €10. Ndërsa ai ka bo dikun veç shumë më ka njoftu që veç bileta e aeroplanit i ka kushtu dikun rreth €2.500. Wow. Prej Indis ka ardhur direkt në aeroportin e Prishtinës edhe ka marrë pjesë në maratonën tonë, e ka përfundu, na ka falendëruar shumë, e ka pas një mendim të mirë, domethënë për kulturën, për sjelljen, për mikpritjen, sepse i kemi po edhe pritjena, masi që na ka njoftu që ka ardhur prej largit, po kemi pas garuse edhe të tjerë prej shteteve ndryshme si nga Ukraina, ku 2 vite me radhë fituesit, domethënë kanë qenë 2 ukrainas, edhe në kategorinë kryesore 21 kilometra meshkujt edhe te vajzat. Domethënë 2 ukrainas kanë qenë fituesit për 2 vite me radhë të maratonës tonë. Data e sakte e fillimit maratonës ke 6 shtatori 2026. 2026, a ka orë kur do startoj? Starti po në 8:30 e kemi planifikuar. Mëngjes. Zakonisht maratonat fillojnë mëngjes. Nëse nuk son ndaj ndryshim ose s'na ndodh diçka ndaj problem teknik diçka që s'besoj. Po edhe ato besoj janë zgjashme pasi ekziston mundësia vetëm u zhvendos më poshtë ose më lart edhe është në suazat normale, domethënë është suazat normale. Besoj që në 8:30 do të jemi gati. Edhe një pyetje e fundit se kur hen njerën kësi organizime, ndoshta e kupton pak më mirë pastaj organizimin e ngjarjeve sportive. Sa është e vështirë? Sa ki mbështetje? Mbështetja na mungon, është fakt. Domethënë këto 2 vitet e fundit komuna pak e ka kuptuar domethënë ngjarjen që është ngjarje me rëndësi për qytetin, për shkak të zhvillimit të turizmit sportiv e shumë elementeve tjera. Po presëm që më tutje, domethënë me fitu edhe për krajën e Ministrisë të Sportit, si aktivitet si ngjarje. Pse jo? Sepse Kosova ka nevojë, domethënë gara të tilla i kemi vetëm 2 në Kosovë, që është maratona Prishtinës, që e kanë bërë një bagazh goxha mirë, edhe na që kemi fillu e jemi të rrit. Po besoj që duhet me pas mbështetje pak më tepër, edhe me u zhvillu, me vazhdu. Edhe 3 vendet e para, besoj i kanë shpërblimet në maratonin e Gjilanit. Patjetër shpërblimet monetare, përveç shpërblimeve monetare i kanë edhe disa shpërblime tjera, edhe po besoj që këta fituesit këtë vit kanë me i pritë edhe disa befasi, cilat i zbulojmë ma vonë pak. Absolutisht se ka kohë. Edhe kjo është, domethënë, sa i përket organizimit. Ka shumë organizimi maratona është maraton në vete, domethënë është një proces goxha i gjatë edhe i lodh shumë mirë, po besoj që deri tash ja kemi dalë, tash vetë shkon tuna lehtësu puna se e kemi mësuar deri dikon. Faleminderoj shumë për kohën. Faleminderit juve edhe mas pari për ftesën edhe për pritjen. Unë me vete i kam sjell 2 medalje të viteve të kaluara, medalje unike që janë të maratonës, si një lloj dhurate edhe një shaj falënderimi për. Faleminderit shumë. Edhe një fanel të viteve të mëparshme. Kështu pra, duke këto është sigura e Agim Ramadanit. Viti 2023, kur ka qenë? Panela. Kjo është panela e gjysmë maratonës vitit 2023. Edhe 2 numra garus, kështu. Numrat garus që vendosën në panel. Që vendosën numrat të garusëve të atletëve. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Kam vlerë të jashtëzakonshme. Sidomos kjo pjesa e medaljeve